Pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në datën 6 tetor të vitit të shkuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor kërkoi nga Parlamenti që të bëhet një vlerësim i sigurisë së gjykatave e po ashtu edhe të infrastrukturës së godinave. Qeveria e gjyqësorit i kërkon kuvendit që në të gjitha gjykatat e vendit të ketë efektiv të policisë së shtetit, të cilët të jenë të trajnuar dhe të kenë një plan të dedikuar sigurie. Po ashtu kërkohet edhe mbështetje buxhetore për përmirësimin e infrastrukturës së sigurisë dhe klasifikimin e gjykatave si institucione të rëndësisë së veçantë. Rishikimi i protokolleve hyrëse dhe dalëse në gjykata, përfshirë procedurat e kontrollit për palët, dëshmitarët dhe të pandehurit, ishte një tjetër pikë e parashtruar nga KLG. Këtë të hënë, deputeti socialist Bledi Çomo ka kryer inspektim në gjykatën e posaçme lidhur me çështjet e sigurisë, një iniciativë kjo e kuvendit për të parë nga afër ngërçet e mundshme të gjykatave. Gjatë inspektimit, Çomo u shoqërua nga gjyqtari Erion Bani. Më herët një inspektim i ngjashëm është bërë edhe në gjykatën e Korçës.